Me sabër. Me sabër. Dënjaja është ndërtuar e tillë. Për ata me dalë për i dënjas me faqe të bardhë, pasha Zoti nuk është lehtë fare. Dhe është dhuntia më e madhe e robit Zotit, mirësia më e madhe e robit Zotit, me mujt me dalë prej dënjas me faqe të bardhë, me mujt me dalë prej këtij burgo. E dënjaja, që ka në hadith, sijnul mu'min wa jannatul kafir, është burg i muslimanit dhe xhenet i jo muslimanit. Në këtë dënja detyrohesh si musliman me lanë shumë sene që ati kana, apo që a ke bo ma heret, me momentin që o udhëzove, o drejtove, dhe me thonë stop kësaj, stop kësaj, stop kësaj, stop kësaj. Mendja ta lypë që kanë, nefsi uni ta kërkan, imani thët jo, sabër. Në anën tjetër, dalin sa farze, sa obligime, sa detyra me krye. A dohet me nejt unt, me uritur, si punë e Ramazanit. A dohet me prishit gjumin e mullodhë, si punë e namazit. Madje hala ma shumë, dohet ma hargju materiale, sepse ki hakën pasurin tanë dhe ndaj muslimanve. Hala ma shumë, ndoshta edhe shahesh e fyhesh, si kur këta me kasit. Po shahen e po fyhen, ndoshta maltretohesh e persekutohesh, ndoshta edhe torturohesh fizikisht e psikikisht e tjerë, ndoshta edhe nga vatani dëbohesh krejt, sikur se me kasit, në krimi pejgamberin o të bun, dhe detyru me bo hijret me shkua në Medinë, dhe sa muslimanin këtë dynja detyrohet me bo hijret për hatër të fjales La ilahe illallah. Dhe jo vetëm kaq, hala ma shumë, o të qënë Zoti varfëri, o të qënë Zoti smundje, o të qënë Zoti destabilitet politik, ekonomike, pasigurin, shoqërie tjerë, ose e ki baben ko gjajran hajme dhe të haj, ta qëtë Zoti një grua një burë që i pasha Zoti një natë me kalu me ta shumë, e jo me kalu e 3-4-5-10 vjetë, e ta qëtë Zoti një vla që ty bëndërohet 7 këshin me pas, e jo me pas në shpe hajme dhe të haj, e do të me bo sabër ndaj ati, ndaj ti, ndaj migjes, ndaj këshis, ndaj shefit e në punatje, ndaj mësuset, ndaj shtetit e, po haran mëre shumë koka, po shumë pra. Kjo dënjaja. Kjo është dënjaja e tasbirun, apo bëni sabër aja. Për do në gjenit. Për ata, në fond krejt, në fond, a më kur në fond, në fond, kur që kënë gjenet?